Përshëndetje. Kjo video sot të bat pak spektakulare. Se e kam një ndikues këtu që ka pas një eksperiencë që se kupton mirë shumë edhe më ka shkruajt një mesazh edhe po më pyet si ta ndihmoj, çfarë i ka ndodhur. Edhe kështu unë do ja lexoj mesazhin komplet që ta kuptoni historinë që i ka ndodhur kësaj vajze, edhe atëherë dy përgjigjemi edhe pyetjeve dhe çfarë ka ndodhur edhe pse ka ndodhur komplet. Ta zbërthej sa më shumë që ta kuptoni sa më shumë. Se unë për këto gjëra flas, që qysh bahen, qysh s'bahen, çat bash, ças mos bash. A kupton? Ka lloj gjëra. Që kështu unë më përletsoj mesazhin. Edhe më ngjoni. E kam këtë mesazhin nga Teuta Tea. Faleminderit shumë këtë përvojë ja kam treguar një hoxhë dhe një gruaje, por po ta tregoj edhe ty, se ke ka pa një nga këtë përvojët e mia që e kam shpjeguar në YouTube edhe ma ka shkruajtur një mesazh me. Kur isha 9 vjeç, pothuja çorape leshi me shtiza. Kisha hipur mbi disa thasë me grure dhe misër. Edhe në atë moment dëgjova një zë në vesh që më tha: "Hajde, po shkojmë të flemë." Me një herë më ra çorapja nga dora, edhe ndjeva një nxehtësi që më përshkoi nga këmbët deri te goja. Nëse nuk do të vërtisja, po kisha ndjesinë sikur do të më zinte fryma. Pas asaj dite, për rreth 3 vjet, sa herë dëgjoja për vdekjen ose mendoja për vdekjen, më kthehej e njëjta ndjesi nga kjo eksperiencia. Me quan te hoxhallarët. Njëri tha se kisha e baja me sysh vet, kështu më bash, sikur më duket sikur më bash me sy. Tjetri tha se ishte shkelje, ndërsa një tjetër tha se ishte deprecion. Askush nuk më dëgjoi dhe për shumë vite nuk fola me askënd për këtë. Pas 3 vitesh vuajtja provova shumë gjëra, dite e natë. Kështu kjo pas 3 vitesh vuajtja, edhe ka provu shumë gjëra, dite e natë, ka vuajtur shumë. Por nuk shija asnjë rezultat, nuk shkoja në shkollë, nuk dilja me shoqë e shokë. Një natë dola zbathur, pa çorape e pa këpucë, rreth orës 9, mes disa ullinjve. Me gjithë zemër i ngrita duart ke Zoti, dhe duke qarë, i thashë: "O Zot, po të drejtohem me gjithë zemër, nuk dua të jetoj më kështu, ose me kthe si kam qene, ose më merr sonte fare." Dhe në atë moment pash një figurë si tym i zi në formë njeriu. Ajo doli para meje, u ngrit lart edhe u zhduk. Me një herë e ndjeva një paqe, një lumturi dhe një lehtësim që nuk mund ta shpjegoj. Kur shkova në shtëpi, isha krejt ndryshe. Nëna ime filloi të qante dhe tha: "Mirë se u çmendë më goc." I thash: "Mami, jam shumë më mirë, nuk kam qenë kurrë më mirë." Edhe njerëzit e fshatit nuk më kuptonin. Nuk e dinin as dhimbjen që kisha kaluar, as paqen që ndjevja në atë moment. Nuk do të harroj kurrë atë përvoje. Të lutem, më kthe një përgjigje. Do të doja shumë të dija çfarë mendon për atë që kam përjetuar. Faleminderit që e lexove dhe që më jep mundësinë ta ndaj këtë eksperiencë.
unë e njeva këtë direkte para se me sa lexova të parë, unë po thoj, unë e kuptova direkte çfarë ishte kjo. Edhe kur e lexova unë e kuptova ashtu që e kuptova në fillim. Se kjo është ajo që flas unë. A kupton? Komplet kjo që ke ndodhur, kjo ndodh lloj-lloj mënyrash. Po më do ta shpjegoj këtë gjithë ato pika ato që ke dhënë ti arsye. Çfarë ka ndodhur? Qysh u ba, pse u ba, pse ndodhi ty kështu, çfarë mund kishe bërë për shembull. Edhe unë kam folë për të gjëra shumë përpara. Po të shihni videot e mia, unë i kam shpjeguar pak këtu, pak aty, e kuptoni komplet ju. Për ju që më ndiqni mua. Po filloj me teutën këtu. Kjo i ka ndodhur kjo eksperiencë, edhe kjo po thotë që e kanë treguar vetëm një hoxhës edhe një gruaje. Edhe mua më ka treguar këtë eksperiencën. Që kur isha 9 vjeç thot, po thuja po bante me çorape, leshi me shtiza. Edhe kishe hipur me disa thas me grur aty edhe me misër. Ajo shumë gjendje e bukur, shumë ambient i bukur ku je aty, je qetësi, bante që ke qefti, je në gjendje të mirë, a kupton? Je kështu në gjendje harmonike, a kupton? Nuk pyet asnjë. Je kështu valla, gocë, kënaqesh, je në gjendje tate, një jetë tate. A kupton? Për çift Zotit ime, ke qenë në gjendje të mirë aty. A kupton? Në atë moment dëgjova një zë në vesh që më tha. Prandaj po e them, ku je në gjendje meditimit, në gjendje relaksimi, në gjendje qetësimi, ti komunikon me Zotin. Kjo mund t'i thush ti është Zoti. Zoti jemi ne, po unë ju them një Zoti që ta parashikoni që ka dhe i botë tjetër pak para se nuk kuptoj mirë fare Zoti që jemi ne, se besojnë. Po nëse unë ju them Zoti që ta parashikoni atë që kuptojnë ju, që ta kuptoni më mirë, që mos se menja si kap gjana të mirë fare. Unë po ja them sa më shpejt, nuk është Zot atje kur ta mund Zoti. Unë e shpjegoj Zotin se është jemi ne, po nga që se besojmë në atë, se një vetëm si Zot, edhe parashikojmë që është Zot tjetër, pak a shumë. Po është ajo bota tjetër, po thuj. A kupton? Edhe që kjo ime i ka thënë kjo për shembull që i ka thënë veshi, hajde me tha, po shkojmë të flem, se kjo ime është e kapur me vetë në vjetë, edhe ka hapa atë internetin e me, është kap me botën tjetër, edhe bota tjetër me, po i thot, hajde shkojmë të fleme. Se kjo ime e di që kjo e ka ngrit frekuencën, kjo teuta nuk është e vetëdijshme që është për këto gjërat, kjo i pendal pa dashje kësajt, jo me vetëdije, a kupton si tip aksidenti kjo eksperjenca. Po i me s'ka të bajs, me dije, pa dije, Zoti është mrena për mrena, këto gjana ndodhin. Kur hapesh ti, ato komunikojnë edhe të ndihmojnë. Tu i ka thënë, hajde po shkojmë të fleme. Që kjo i me të ratosh aty për qef, edhe vjen ajo që kam thënë unë për shembull që është shu 100% që del komplet nga trupi 100%. Quhet ajo paralizimi i trupit para se me flen gjumë. Kur trupi flen gjumë, edhe ti për shembull je i qut. A kupton, menja është qut. A kupton, kjo kështu ka ndodhur me, se ka qenë në gjendje mirë që më shkëputët kollajke, s'ka nevojë 3, 4, 5 orë meditim aty. A kupton? Po kjo se di vetë që ka ndodhur kjo. Se më ka ndodhur më kështu përpara se dija, po e ka kuptuar e kam zbulu. Që kështu me një herë më rat shorapja dhe nga dora dhe ndjeva një nxehtësi që më përshkoi nga këmbët. Është ajo energjia vlla që vjen ajo me që po them unë paralizimi i trupit, ajo energjia me që qetësohesh kjo me aty teuta, ti ishe qetësuti aty me, ti do të ishe fik trupi me, edhe do kishe dalë me shpirtin kollaj me, se je në gjendje të mirë. Edhe bëhet natyralisht kjo, se është gjendja e shpirtit e mira. Është gjendja mirë që të vjen kjo që po bisedon kjo po thuj ky angjelli këtu, që po thot ty hajde po shkojmë të flem. Edhe ndjeva të nxehtësi që më përshkoi nga këmbët deri te goja, po pra që thike trupi. Nëse nuk do të bërtisja, kisha ndjesinë sikur do të zinte fryma. Po, ashtu duket. Si me trupin me të futet sikur po thuj vdekur, por nuk vdes trupi, do vish prapti. Po, ashtu duket. Se të merret fryma me se kur flen ti gjumë për shembull, ti duket diku si as vet, asnjëri se di. Je najer fare, s'ke fare me trupin, po trupi, a kupton? E bën vetë, po ashtu duket, po
trupi e di që banë, është shumë inteligjent, nuk vdes, nuk do ta sigjap, ashtu na kanë friksu, ashtu duket. Që të kishe neti qetë aty me, do ishe këptuti, do shkëputesh. Pa ashtu duket e si ku për vdes, pa naj friksohen njerëzit, se kuptojnë çfarë është. Pa naj ri qetë, po ndodhi ashtu, po të mërë nuk tiken ajo, po edhe ma mirë, po ma e menë ri qetë, po se frikso, ndodhi që ndodhi, edhe të vdes, thuj. Po nuk vdes, po thuj edhe të vdes. Baje vlla me zemër si shqiptar. A kupton, nuk vdes e vlla. Ato, a kupton, është gjak shuaja, për nese. Nese nuk, po, pas asaj dite, për rreth 3 vjetëve, sa herë dëgjoja për vdekjen, ose mendoja për vdekjen, më kthehej njëjta ndjesi. Po pra se është ajo duket sikur vdes për shembull, pa ne kanë frikë njerëzit, pa ne se bajnë dot. Edhe dalin këto gjërat e kota me, edhe friksohet robi. Edhe të pyesësh ti për këto gjërat, kur të arritësh ti këtu deri në këtë nivel në jetë për shembull, ato kanë bërë shumë dogana që pengojnë, jo vetëm ke kjo që të kapësh shmëtime të vërtetën tate, po edhe nga gjitha rrethanat jetës tate. A kupton, je bllokuar, je friksuar, ndodhin të gjëra, ata sa shpjegojnë që kjo gjë e qetë vetëm rri qetë aty dhe do kalosh. Po jo, mos ik aty, mos vepro, të bëj me fiksime. Po nese. Pas asaj ditër, për rreth 3 vjet, sa herë dëgjoja për këtë po. Me quan ke hoxhallarët thot. Kanë çu ke hoxhallarët. Po çdo ti ke hoxhallarët, po s'di e kuptoj ndë ish hoxhallarët se s'ka tjerë. Atje ikin gjithë. A kupton? Ose ke hoxhallarë, ose ke prifti. Çfarë s'bart? Po nese, çfarë të bani hoxha aty? Njëri tha se kisha, bante sikur e kisha me sy, thoshte. Shef, ti çfarë thonë të gjinaf. Unë jam gjinaf për ty të uta. Çfarë ke përjetuar? Për këto se kanë për të keq, këto aq din, aq thojnë. Tjetri tha se ishte shkelje. Shive ti me. Ndërsa një tjetër tha që ishte depresion, edhe më keq, depresion. Ta thonë të njerëzit ti shef, si me çorçafe, si hoxha kështu. Shive çfarë thonë të ty? Të flasin nga bëtha. Po ti beson këtyre. A kupton? Askush nuk më dëgjoi dhe për shumë vite nuk fola me askënd për këtë. Po unë kuptoj, me çdo flasësh ti e nin çka kuptove, ti me i ngjon dhe këto. Po ti u fiksove që e vogël, që kanë fiksuar, të para se morë do të eksperiencën, ti ishte fantastike për ty. Ti mund ta zbuluaj vetë që aty. A kupton, kjo është ajo frika që na pengon shumë, edhe unë ka pengu gjë unë shumë herë. Unë s'kam ditë. Që do kështu do ta zbuluaj vetë. Qërë jo, vjere, thoja. Se kisha këtu, kjo. Ma kishim blindu këtu që të vogël të më, me vite, me përsëriti, me barsaleta, me gjina, me fantazma. Pas 3 vitesh, vuajtje provova shumë gjëra, ditë e natë, por nuk shija asnjë rezultat. Po ti me, ajo doli keq fare ty, a kupton, ajo kishe për të mirë me, ti doli keq, ti u fiksove me, ti ikite për hoxhat, këto të kanë smunë edhe ma keq, që ke po dali prap ty me, ti do bashkë edhe ma keq, do të marrin ke spital janë këto, do të fusin aty, që më banë mund janë i konventi, tha, tha, se thashun nga isha që jam lind në Elbasan, tha, ike aty ke spitali, ka po psikiatri ato, është i mirë. A unë kam qenë aty ku kam qenë i vogël që vija luaj aty për qark. Aty është. A kupton? Po kështu flasin njerëzit, të tremin. Pa ato flasin nga gjendja, se s'kan qenë jashtë nga trupi, kanë qenë këtu që kanë thënë tjerët, edhe bajnë si mjeshtra. Ashtu baja edhe unë përpara. Unë e kuptoj shumë mirë atë, për najs më vjen keq. Se di çfarë gjendje është, se kam qenë vetë aty. I kam ba vetë këto gjanat. Se baja si mjeshtër. Po nese. Nuk shkoja në shkollë, thot, dhe nuk dija me shoqe shokë. E sheti që atë kanë të rënditi të me depresionet dhe me të gjanat, se do t'i e vla, mençuri, qa babaj, qa s'po baj, ku shemi ne, qa ndodhi mu, s'tjep një i përgjigje vla, friksojnë, ke depresion, i banë me sytë e vetët. Ose që shtojnë të konomentat në jetë, që bajnë se mjeshtra, ke nandët. Ti nandës më njavesh fare, ti s'di ku jes vetë. Kur vjen mjeshtra një, jam tuke trupi, qa u ba? Bani si mjeshtra. Kjo është komplet ndryshe. Një natë dola zbathur, shipi me, kanë shku 3 vjetë e sa. Një natë dola zbathur, edhe kjo ka pengu të gjithë të vite. Pa çораpe e pa këpucë, Allah ta baf Zotit, se ku del me këshu lakuri, këshu na jenë me zbathët këto ka të banë shumë mirë për kamët, kapesh edhe rrezë më mirë. Sidomos ku je këshu me fuqi të mirë, të ndihmon që të kapesh edhe më mirë. Rreth në orës 9, mes disa ullinjve aty,
Me gjithë zemër i ngrita duart ke Zoti. Dhe duke qarë i thash, se ti me ishe në gjendje që bolma, ti e ndive që si ishte në gjarë frikshme që shtojnë këto. Ti e ndinë mrena për mrena, kapton? Ti e di që, edhe që pak e frikshme s'ka friksu këto, po ti e di atë shenjën mrena për mrena, gishti me gishti, kapton? Që është e jota, që është gjaja mirë. Po s'di, se s'tregon njëri, edhe ku s'di janë bashkë me dy menje, edhe të majnë tjerë për budalla. Edhe i ke thanë aty Zotit, se ke 3 vjeti me pëthuj që ke net me këte, me këtë vujtët, i ke bazë gjithë, i ke pyet gjithë, asë një s'dia se gja, edhe i me ti si ku për dërzohesh i me, a kapton, bolë kam priti me, të rego. Edhe i ke thanë, o Zot i ke thanë, po të drejtohem me gjithë zemër, i me këti e iqë komandanti që them unë, aji Aladini këtu, që për fletë gjinë dhe të naltë. Nuk dua të jetoj më kështu, unë besoj të fjalët e tuja, jo këto që bajnë se ose me kthe si kam qenë, ose me merson dhe këtu. Ti e komandante, vlla, e që i banë ti këti universit, për ullën gjithë ty. Nuk ka të bajnani me të mbot, në për nej bërtas ju në jerë. Su në kam pa vetë. E se këmë si dalin besoni mu, besoni kësaj, besoni tjerve. Ju që s'besoni. Që shu ku komandon vjen, në shive që i ndodhi, direkt. Në atë moment, thot, pash një figure si Tymizi, në formë njeriu. Ajo doli para meje, unë ngrit lartë dhe u zhduk. I me imaginojët ju, ta thash një nga të vitet e tjera për këto angjelat, ke angjelat, që janë shumë të naltë, shumë ta, shumë të mirë, po kete këto angjelat e zi që janë si për këtyve, që janë dhe ma naltë edhe ma këshu. Që janë shok të jone, vla, që janë engjla në këtë lojë, që janë këtu për të ndihmu ne. A këpton, me na ndihmu, me na tërgu kush jemi, me na zbulu, me këtë eksperienca që i kam da unë për shembull. A këpton, kjo i ka dalë sajt. Me ke filma që që tashun, ke filmi këte e banë si ishte si ti fantazme, që për i turësht tjerës mapa për viksonte. Njerëzit për turësht të ne, kjo për i ditë për para, ditë të mrapa, i turësht mrapa. Kja jo filmi, Kaj filmi që ja thash, ajo me ftyrë zez pas sy, që është zez komplet dhe ka i qërqat zitë sipër. The Lord of the Ring. Aty e shef e ka një pjesë aty që shduken të engjlat. Edhe shduken edhe fluturojnë, të qas bajnë edhe. Se janë me i ven ku i bajnë të gjantë, po dhe ne i bajmë tu, po jemi cop-cop. Po i bajmë, po t'i dim. Nese. Për momentin du mdime vlla, se këshu është jo. Du t'a di që të bashkë, se s'ke pa ne e shkollë për këtë punë. Edhe thot, masi kësajt hijes, kësajt formës njeriu, që ishte Tymizi, po shme një herë ndjeva një paqe, një lumëtëri dhe një lehtësim që nuk mund t'a shpjegoj. Është ajo që po them unë vlla, a të tregojnë të kushje. A kuptoj? Po të është ma mirë ku jeti, se shef dhe vetë, jo vetëm e ndjenë. Ashtu që shë ndjenë kjo. Kur shkova në shtëpi, isha krejt ndryshe, po normal të e perspektivit ndryshon, sidomos të ku e shef. A kapton, nuk kema atje, e diti që barë. S'ka kësolle eksperienca ashtu ke bota. Krejt ndryshe, nëna me filloj të qante, fillon të nana të qante kësajt. Ta mirë me gosë më të shmende, a kapton, shi qaj emocionë është kaj me këtu. Gosa është në qilime, se një vetën fantastike, zot e di për njërin botë, a kap me vetë në vetë, me energjinë reale, që ka arruj me e kujton. Ato zbulon ti, që i kipi pasne. Për e di që është pak e këshu, ta imaginar se kam qenë vetë aty. I thashë, mami, jam shumë mire, nuk kam qenë në kurë më mire, e si ku mami për qante. Për i thoshtë e gotë, si e qmenë. Kësaj si plas të bëtha fare. Se a kap me vetë në vetë originale, vla. Ate e flasën, e është e dashuria, vla. Se nuk shpjegohet tu ajo. Nana done, po nana nuk është kapit të dashurin që të na i projektoj ne. Nana është mësumë të dashurin këtu. Nana mundëson e shkreta. Na do me gjithë zemër. Po dhe nana është blëkume këtu si ne. Njerëzit e fshatit nuk më kuptonin, thot. Nuk e dinin as dhimjen
që kisha kaluar as paqen që ndjeva në atë moment. Po normal të vlla, ku din ato, vlla, ta thosh kjo hoxha, gjenafer vur. A kupton? Prandaj do ti të bash të eksperiencë, ti të rregosh atjerëve që s'ka frikë të bajnë ato, që gjojnë ty ato që ke eksperiencën, jo ti ngjosh ti ato me ti bi kështu mrapsh kjo. Që ka qenë për herë. Që ato s'dishna as për atë të mirë, as për atë të keqe që ke kuptuar ti normal. Që thuti nuk do harroj kurrë këtë përvoje. Ku harrohet kjo më? O zemra, ku harrojnë to më? Unë kam thënë, këto telin si vula mbalt. Këto që ti shohin videot e tjera që i kam bën. Kjo nuk ndal më, kjo pse është ajo kujtimi jot i vërtet, ti e ke zbulu. Ti je shumë afër ke shtëpia derës. Ti vetëm hiqe frikën, rri e qet. Rri në gjendje se do të vi prap. Po do të jesh i gati, mos ke frikë, nuk ka këto fantazma të hijet e këto gjëra që kanë bërë këto. Prandaj del për keq këto. Unë prandaj se s'kam unë kohë t'i baj me të mirë këto. Të lutem. Nuk është ai që ka emrin Allah aty, e kemi bati edhe unë atë emrin. Ose shokët tonë, po jemi ke njëjta lojë, jemi soi atje, vin këtu, lujmë Allahu, ti lum tjetrin, ti lum këtë, unë luj këtë. A kupton? Nuk ka këtu Allah, hiqe këtë, s'na pengon shumë, më u kap me veten tonë, të lutem. A kupton, jeti ai Allahu. Po mirë, aty ka engjëlla, mund t'i thush Allahu, mund t'i lut, po jo ti kesh frikë. Lutje Allah, engjëlla, ndihmojnë Allah. Sa ta kuptosh kush je ti, i vërtet. Pyeti për ndihmë, s'ka gjë të keqe, shumë mirë aty. Mos po them se bajnë të gjana, ka shumë vërteta. Po hiqja vetëm atë që i luti Zotit, hiqja atë. Ti do të komandosh si kjo këtu që komandoj, që për ul ajo, engjëllet i nalt. I doli në moment. E ju thos zbat, që zbat? Qa dush t'i bat? Unë i kam ba vetë, po ju të rëgoj ju do të shmenini. A për të, ja ku e ke tjetëri. Gjitha gjana banë. Ju jeni ma kampionët. Kjo nuk është frikë. Po, të ka frikësu ty me ke vujt kotë, gjënaf, më gjenë keq për të. Jam tu një me ta sjaroj me gjithë zemër. S'ka frikë fare. Ne jemi shqiptarë, që të keshti frikë kishtë njani që të vi për shamu. Vrasi me frikë, me frikë. A, ti pa më të kesh frikë, sa është gjë normale, do e mbrosh vetën. A kupton? Po për të gjana, s'ka frikë fare. Ne jemi zoti ke këtë trupi këtu. Ne jemi zoti ke këtë trupi fizik. Jemi ne ai zoti. Mena, dimen s'dimen, ne krijojmë, ne bajmë, gjithë na përulën ne. Sidomos ku je i vetëdijshëm. Vjen me njëra edhe më shpejt. Nuk ka një hije ose një fantazm këto të tjerët që të prekin ty me dorë. Nuk ka, se ti je fizik tu, ato s'janë fizik. Po ta jepin atë mashtrimin që të pjekin, edhe ti duket sikur pjeket, edhe sikur të pjeqin, ose të rënditesh, ose piksohesh. Majnë të budallat, fusin ke spitalit, majnë si të shmen. Të këto aqi hana jo, petla. S'kan këto ma vetdije sa jo. Janë bllokum, janë gjinaf, ato dundë ato me kur t'i vi koha dhe atyre, ose po jardi koha këtë tjetër, ose jetë tjetër. Po ju që kuptoni të gjana që ndinin diçka, zbuloje vetën shifit të gjëra këto mrekullia që zgjëndolin që janë aty, ta zbulosh vetën gjëra ma mirë në botë, ma kampione. A kupton? E që shrimi njani tjetër njës, tamam. Po ndër në atë ko, zbuloje vetën, rrimi vetën tate, se njerëzit ku i pyt ku i ban, ta bajnë atë ujnë e peshinë se ke xham, sikur i hedhin kështu ato 10 sipër. Qarohesh tani shef. Bashkë me dy menje, me fiksimin. Po t'je ndjen që ai ishte origjinale, e vërtet, s'ka ajo si këtu. Të lëgjana, që kështu i me kuptojnë i mirë, që ka të baj shumë me gjendje, relaksimin që ishte ku përqepte. Ajo është i formi meditimit. Kjo është i formi meditimi. I pun tjetër që ban ti. Është i formi meditimi. Qa dush ti e shpirt baj? Ju jeni gjithë shpirta. Femra, meshkull, gjithë. Të kështu për në loj këtu, edhe juroj gjithashtu një ditë shumë fantastike, edhe i shof në vitet tjetër. Jo kafsh.